Kjo është akti shëmtuar se nuk nifet në treva shqiptare dikush ta merr guximin dhe të del mund që në qytetin e Prizrenit dhe mbas në muajin e shehtë Ramazanit ta shkruaj Kur'anin, po me ato informacione të cilat i kam, personi është i besimit islam për një muaj, aty është caktuar masa parapërgjimit. Po pasi që jam i autorizuar nga Bashkia Islame e Prizrenit, edhe si qytetar i Prizrenit fillimisht, dhe si avokat, domethënë këtë akt e kam dënuar dhe ky është akti shëmtuar se nuk nifet në treva shqiptare dikush ta merr guximin dhe të del mund që në qytetin e Prizrenit dhe mbas në muajin e shehtë Ramazanit ta shkruaj Kur'anin, pra ka qenë tendencioze dhe ka qenë hopat institucionale të shpejtat ku personat kanë arrestuar, sepse ai personi i cili ka grisur Kur'anin është kapur nga kamerat dhe janë pikërisht qytetarë të vetëdijshëm të cilët kanë apeluar dhe kanë njoftuar organet dhe institucionet që personi në fjalë është akteri i cili ka shkruar Kur'anin. Andaj prokuroria speciale tani ka shkuar me propozim të caktimit parapërgjimit për një muaj, aty është caktuar masa parapërgjimit, edhe pse rezultati se personi lëvuar nga shregullimi mendore, ne prapse duhet ta shikojmë situatën më diçka më komplekse dhe të shikojmë në dimensionet dhe pista të tjera, dhe mos mbyllet si kalim që diçka se personi ka çrregullime dhe të harrohet kjo, sepse duhet ditur se jo rastisht ndoshta mund të jetë i shtyr personi se bashkë të muajin e shehtë Ramazanit pse në qytetin e Prizrenit si qytet i vlerave fetare ku shumë besimtarë qytetarë të Prizrenit përqafojnë besimin islam dhe gjëra të tjera dhe duke ditur edhe paralelisht se shumë në vende skandinave në perëndim është një trend i djegjes dhe shkyrjes së Kuranit. Andaj unë në fazat e mëtejshme të procedurës penale, sigurisht nga të gjeturat nga telefoni, nga pastisja në vendet e ngjarjes, diçka mund të ndodhë, mund të zbulohet kushtimisht të themi edhe diçka, por në rast se nuk zbulohet duhet të kuptohet edhe doktrina, nga si është shpërlar truritina dhe nga kush është doktrinuar. Pasi që duhet ditur se po të ngrihet një paralele në vendet skandinave, Danimarka ka hartuar edhe një listë në kodin penal, pra ka parapar një shprehje dhe një decizive kush e djeg Kur'anin dënohet me burg deri 2 vjet. Ndërsa aktorët tonë, institucionet tona më shumë e kanë dënuar dhe disi e kanë kaluar se personi ka çrregullime mendore, e derisa në vendet perëndimore tani ka një mobilizim dhe sensibilizim dhe një kampanjë që personat mos bëjnë përçarje fetare, sepse tani është vepër penale atje, e tek ne kjo është rregulluar me vepër penale të përçarjes fetare. Andaj presim rezultatet se çka po ndodh. Po me ato informacione të cilat i kam, personi është i besimit islam, por personi i cili me pamje shifet i veshur me maskë dhe me syze, ashtu është paraqituar në televizion, domethënë ka pasur që domethënë video të jashtë transmetuar në çdo portal, jo vetëm në regionin e Prizrenit, në qytetin, por edhe në gjithë trevat shqiptare. Pra duhet kuptohet edhe shikohet ky rast më kompleks. Po tash pasi që e ka marrë këtë çështje prokuroria speciale se vepra penale është në Prizren, po pasi është rast kompleks dhe këto vepra janë disi më të rënda dhe prokuroria speciale është aktivizohet me një kur ka vepra penale të peshave të përgjegjësisë penale nga të rënda, domethënë ku këtë rast është dëmtuar komuniteti i madh i muslimanëve dhe qytetarëve të Prizrenit. Tani prokuroria speciale ka marrë çështën në dorë dhe janë vepra penale goxha mbi të dënueshme me burg, domethënë mund të paraqiten dënim deri në 8 vjet burg, por ne sigurisht personi ka pasur edhe vepra tjera penale, është i njohur për organet e drejtësisë, por ai çrregullim mendor, unë e konsideroj që nuk duhet të nani vetëm me çrregullim mendor të personit, por duhet të studiohet personi si tip, sepse për drejtësi nuk është menaci vetëm pasoja e veprës penale, por shkaku, çka e shtyri atë që ta bëj këtë vepër, domethënë kundër ligjore. Edhe pse bashkë muajin e shehtë Ramazanit dhe çka e lidhi këtë person që ta merr Kur'anin dhe në qendër të qytetit ta shkryej para gjithë qytetarëve, edhe me gjithë ato kamerat të cilat e kanë kapur material.